Pyetja e radhës është plus 18, largoni fëmijët nga telefonat ose kompjuterat ose televizionet. Thot kështu pyetsi thot. Si ja bëhet që unë shoh ëndra me marrëdhënie intime? Aktualisht thot jam beqar. Si ti heq këto ëndra thot? Ëndrat e tilla, domethënë ëndrat erotike që i shohin rinia, po edhe të martuarit janë dy nivele. E para të rit edhe të martuarit është nga mungesa e përmbushjes epshore të jetës së tyre. Edhe në mungesë të përmbushjes tek beqarët nuk kuptohet sepse ata s'kan domethënë se si zbrazin nevojën e tyre epshore. Të martuarit ndoshta domethënë për shkak angazhimeve të ndryshme të punës e kështu udhëtimeve edhe nuk kanë nevojë, nuk kanë mundësi ndoshta të përmbushin nevojat e tyre epshore. Për këtë arsye ka mundësi domethënë ajo nevojë e jotja ditore me të shfaq në ëndër. Versioni i dytë që më pak është i njohur te njerëzit, edhe njerëzit ndoshta nuk mund ta perceptojnë kur e shohin në xhallat, është problemi i sehrit dhe prekjes së gjendve. Allahu na rujt. Kjo është një temë që një pjesë e madhe e njerëzve nuk e dinë, derisa nuk sprovojnë, kur sprovojnë pastaj bindën dhe e kuptojnë mirë. Ekzistimi i sehrit, magjisë së zezë që thuhet edhe gjendve, është e vërtetë që na fetarisht e vërtetojmë argumente fetare, po është e vërtetë e cila edhe praktikisht dëshmohet me miliona raste. Edhe kjo ndodh ku për shembull një i ri dashurohet në ten një gjindesh femën dhe ajo do thot e përmbush nevojën e vet, domethënë epshore me atë djalë nëpërmes ndikimit që ka ose dominimit që ka te ai person. Normalisht kjo është një jetë që ka të bën me një botë jashtëzakonshme, edhe njerëzit nuk mund ta kuptojnë, mirë po kjo është e vërtetë që ndodh edhe dëshmi kemi shumë në këtë aspekt, edhe një jetë ndodh me gjinin femërore, ka mundësi me kanë gjenia femërore, në cilën dashurohet një gjend mashkull dhe domethënë për shkak dominancës që ka ndaj atij personit e shfrytëzon atë për ta përmbushur nevojën e tij epshore. Këto janë të vërteta fetare, janë të vërteta reale. Normalisht islamofobët, antiislamistat mund të folin sa dush këtë në këtë aspekt, mirë po shembujt e ndryshëm që paraqiten tek hoxhallarët që merren me rukje fetare të saktë janë pa kufi, që dëshmojnë një fakt të tillë për cilën na jemi duke fol. Edhe andaj na edhe këtu porosisim domosdoshmë besimtarët e para kur të bien gjumë të bëjnë lutjet e gjumit. Duke filluar që nga leximi i Ajetul Kursis. Ajeti Kursis, leximi i dy sureve, dy ajeteve të fundit të surës Bakare, leximi i Ikhlasit, Felekut dhe Nasit, bërja e tesbiheve 33 herë subhanallahu alhamdulillah Allahu akbar dhe përfundimi me la ilaha illallah wahdahu la sharika, leximi i surës Mulk, lutjet e gjumit janë në veçantë. Është mirë domethënë që besimtarit mos i lën asnjëherë pa i thonë këto lutjet dhe këto sure kuranore që janë parapame nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të thuhen para se me fjet. Pastaj të bie me abdes në gjumë, pasi ta ka fal vitrin për shembull, me abdes bie në gjumë, bie në krahun e djathtë. Këto janë rrethana domethënë praktike që besimtari është mirë t'i bën për të ikë këtyre situatave të padëshirueshme ose sikletshme që i paraqiten shpesh. Nëse është i martuar, normalisht ta begaton jetën e tij intime me halallin e tij, me bashkëtorën e tij. Nëse është beqar, domethënë të përshpejton procesin e martesës së tij. Besoj që këto rekomandime dhe këshilla kanë mendimu atë për të kaluar këtë situatë. Pyetsi po thotë aty si ti heq, edhe nëse sheh ëndër ai s'ka përgjegjësi apo? Normalisht s'ka përgjegjësi, po nëse i paraqet siklet, domethënë janë këto rekomandime që po s'ka kurrë fare përgjegjësi nëse ndodh një gjë e tillë.